Të nderuar shikues, përshëndetje. Gjenocidi izraelit në Gaza po vazhdon. Tashmë larg syve të botës, ndërsa vëmendja është përqendruar në luftën e SBA-s dhe Izraelit ndaj Iranit. Por gjenocidi në Gaza vazhdon dhe aty vriten civil për çdo ditë pak e nga pak. Ndërsa Irani ka shkaktuar një krizë të frikshme me mbylljen e kushtisë së Hormuzit, e cila është artera kryesore ku kalon 20% totalit të naftës botërore, dhe sulmet ndaj bazave amerikane në vendet e gjirit, si dhe ndaj Izraelit, nuk po ndal. Ende nuk ka një qëndrim zyrtar për fatin e kryeministit izraelit Benjamin Netanyahu dhe ministrit ekstremist Itamar Ben-Gvir, për cilët tashmë për më shumë se 10 ditë autoritetet iraniane po pretendojnë se janë vrarë nga një sulmi drejt për drejt. Mediat izraelite kanë shfaqur disa video të paraqitjes publike të Netanyahu, tek njëra prej cilave ai shfaqej me nga 6 gishtëri në duart e tij. Ndërkaq, ekspertiza sugjerojnë se këto video janë gjeneruar me inteligjencë artificiale. Ajo që i shton dyshimet edhe më shumë është edhe mospjesëmarrja e Netanyahut në mbledhjen e kabinetit të luftës, gjë që në çfarëdo rrethane nuk ka ndodhur. Gjithsesi, tema e këtij epizodi është sfondi fetar i luftës ndaj Iranit dhe gjenocidit në Gaza që liderët amerikanë dhe izraelit po e shpërfaqin pa filtra. Luftrat në lindjen e mesme në qarqet politike dhe fetare të Washingtonit dhe Tel Avivit paraqiten si lufta e Armagedonit, e cila sipas interpretimit të tyre do të shpejtojë ardhjen e Mesias. Por a do të vijë Mesia? Mbetet të shohim. Ndërsa sipas ekspertëve Trumpi është larg fitores parashikuar dhe shumë të dëshiruar. Nga qarqet evangeliste dhe sioniste në Washington dhe Tel Aviv, luftrat në lindjen e mesme bëhen me qëllim për shpejtimin e ardhjes së Mesias. Liderët politik amerikan dhe izraelit, figura ushtarake dhe politik bërës, nuk e kanë fshehur dimenzionin fetar të luftës aktuale kundër Iranit. Javën e kaluar, senatori nga Carolina e Jugut, Lindsey Graham, e quajti konfliktin një luftë fetare, ndërsa senatori nga Dakota e Veriut, Kevin Cramer, tha se SBA-ja ka një përgjegjësi biblike ndaj Izraelit. Në qershor 2025, gjatë luftës së parë SBA-Izrael kundër Iranit, senatori nga Teksasi Ted Cruz e përshoi mbështetjen për Izraelin si një mandat biblik. Sekretari amerikan i luftës Pete Hegseth në një konferencë për shtyp më 2 mars tha se po lutej për urtësi biblike gjatë marrjes së vendimeve për luftën, ndërsa në vitin 2018, gjatë një fjalimi në Jerusalem, ai sugjeroi rindërtimin e një tempulli hebre në vendin e xhamisë Al-Aqsa. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka përmendur shpesh figurën biblike të Amalekut për të justifikuar dhunën izraelite. Prandaj, profesori Mohammed El Masri me të drejtë shtron pyetjen, cili do të ishte reagimi global nëse 2 shtete muslimane do të nisnin një operacion ushtarak kundër një vendi jo musliman, ndërsa liderët e tyre do të citonin Kur'anin për ta justifikuar luftën. Në vitin 1990, Bernard Lewis shkroi famshëm për rënjët e zemërimit musliman. Eseja e tij, së bashku me vepra të tjera me ndikim të prodhuar në vitet 1980 dhe 1990, ndihmoi në krijimin e një epoke analizash mbi ekstremizmin dhe dhunën politike në botën me shumicë muslimane. Vlerëson analizën e tij Mohammed El Masri, profesor i studimeve mediatike në Institutin e Dohas. Puna e Luisit, si edhe ajo studiuesve të tjerë orientalistë dhe analistëve, minimizoi imperializmin dhe agresionin perëndimor dhe u shoqërua me esencializëm, egzagerim dhe shtrembërim. Megjithatë, një pjesë e studimeve që pasuan, veçanërisht ato që shqyrtonin grupe militante si Al-Qaeda dhe ISIS-i, trajtuan një fenomen real. Këto grupe ekstremiste muslimane të skajshme kanë shkaktuar dhunë masive dhe studiuesit janë përpjekur të analizojnë faktorët politik, socioekonomik dhe fetar që mbështesin ideologjitë e tyre ekstremiste. Në kontrast, ekstremizmi krishter dhe hebre ka marrë relativisht shumë më pak vëmendje, shkruan El Masri. Ndërsa shumica të krishterëve dhe hebrejve refuzojnë interpretimet ekstremiste të traditave të tyre fetare, është megjithatë e rëndësishme të shqyrtohen këto interpretime, veçanërisht kur përdoren për të justifikuar luftë, zgjerim territorial dhe politika ushtarake që godasin civilët. Lufta SBA-Izrael kundër Iranit, e cila po justifikohet gjithnjë më shumë përmes narrativave teologjike ekstremiste të krishtera dhe hebreje, mund të detyrojë më në fund një debat mbi rrënjët e zemërimit të krishter dhe hebre. Liderët politik amerikan dhe izraelit, figura ushtarake dhe politik bërës, nuk e kanë fshehur dimenzionin fetar të luftës aktuale kundër Iranit.
Javën e kaluar, senatorin nga Karolina e Jugut, Lindsey Graham, e quajti konfliktin një luftë fetare, ndërsa senatorin nga Dakota e Veriut, Kevin Cramer, tha se Shtetet e Bashkuara kanë një përgjegjësi biblike ndaj Izraelit. Sipas Fondacionit Ushtarak për Lirinë Fetare, MRFF, komandantë ushtrisë amerikane kanë përmendur në mënyrë të përsëritur krishterimin dhe Biblën si motiv për luftë. Një komandant thuhet se u ka thënë trupave të tij se lufta kundër Iranit është pjesë e planit hyjnor të Zotit dhe se presidenti amerikan Donald Trump është bekuar nga Jezusi për të luftuar këtë luftë me qëllim që të shkaktojë Armagedonin. Edhe pse komandantët ushtarak dhe senatorët nuk e bëjnë drejt politikën e luftës, ata ndikojnë në mjedisin politik ku merren vendimet. Graham, për shembull, raportohet se luajti rol të rëndësishëm në bindjen e Trumpit për të sulmuar. Gjuha fetare është faqur edhe te politikbërës të tjerë amerikan me ndikim. Në qershor 2025, gjatë luftës së parë SBA Izrael kundër Iranit, senatori Teksasit Ted Cruz e përshkroi mbështetjen për Izraelin si një mandat biblik. Ai tha: "Jam mësuar nga Bibla se ata që e bekojnë Izraelin do të bekohen dhe ata që e mallkojnë Izraelin do të mallkohen." Sekretari amerikan i luftës Pete Hegseth gjithashtu ka pranuar rolin e fesë në mendimin e tij politik. Në një konferencë për shtyp më 2 mars ai tha se po lutej për urdhësi biblike gjatë marrjes së vendimeve për luftën. Hegseth ka shkruar në vitin 2020 një libër ku argumenton për një kryqëzatë amerikane kundër ndikimit të Islamit. Në vitin 2018, gjatë një fjalimi në Jerusalem, ai sugjeroi rindërtimin e një tempulli hebre në vendin e xhamisë Al-Aqsa, vendi i tretë më i shenjtë në Islam. Gjithashtu, edhe liderët izraelit kanë përdorur vazhdimisht narrativat biblike për të justifikuar zgjerimin territorial. Në shtator 2023, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu paraqiti në OKB një hartë të lindjes së mesme të re, që tregonte kufit të zgjeruar të Izraelit. Në një intervistë të vitit 2025, Netanyahu tha se ndihej shumë i lidhur me idenë e Izraelit të madh, një koncept biblik sipas të cilit kufit e Izraelit shtrihen nga Iraku deri në Egjipt. Ministra ekstremist izraelit si Itamar Ben-Gvir dhe Bezalel Smotrich gjithashtu kanë përdorur Biblën për të mbështetur zgjerimin territorial. Netanyahu ka përmendur shpesh figurën biblike të Amalekut për të justifikuar dhunën izraelite. Në Bibël, Amalekitët janë një popull që urdhërohet të shkatërrohet plotësisht, përfshir burra, gra dhe fëmijë. Në tetor 2023, Netanyahu tha: "Duhet të kujtoni çfarë ju bëri Amaleku", thot Bibla jonë e shenjtë. Studiuesi izraelito-amerikan Raz Segal tha se kjo deklarat ishte provë e qëllimit për gjenocid. Në Gaza, ushtria izraelite ka goditur shpesh civil dhe infrastrukturë civile. Një program ushtarak i quajtur Where is Daddy synonte të sulmonte shtëpinë e anëtarëve të Hamasit gjatë natës duke vrarë familje të tëra. Sekretari amerikan i luftës, Pete Hegseth, së fundmi premtoi të hedhë vdekje dhe shkatrim nga qielli mbi Iran. Imagjinoni reagimin global nëse 2 shtete muslimane do të nisnin një operacion ushtarak kundër një vendi jo musliman, ndërsa liderët e tyre do të citonin Kur'anin për të justifikuar luftën, shkruan El Masri dhe shton se reagimi do të ishte menjëhershëm dhe i qartë. Analistët do të përdornin dekada studimesh që nga puna e Bernard Lewisit për të analizuar motivimet fetare. Por kur liderët amerikan dhe izraelit përdorin narrativa biblike gjatë luftës, dimensioni fetar zakonisht trajtohet si diçka dyrsore në analizat dhe mediat kryesore perëndimore. Javën e kaluar, sekretari amerikan i shtetit, Marco Rubio, tha se SBA-ja dhe Izraeli po luftojnë kundër fanatikëve fetar. Ndoshta është kështu, shkruan El Masri, por atëherë lind pyetja: çfarë duhet të themi për liderët politik dhe ushtarak që po sulmojnë Iranin dhe që kanë shkatruar Gazën, ndërsa njëkohësisht citojnë shkrimet e shenjta të krishterimit dhe judaizmit? Feja sigurisht nuk është faktori vetëm në politikën e luftës së SBA-s dhe Izraelit, por duke pasur parasysh sa shpesh përmendet feja në diskursin dhe mendimin e vendimmarrësve të rëndësishëm në të dy vendet, është arsyeshme të pyesim
Pse këto motivime fetare nuk analizohen me të njëjtin intensitet siç studiuesit kanë analizuar për dekada rrënjët e zemërimit musliman? Një nga figurat më të zëshme politike amerikane në mbështetje të gjenocidit izraelit në Gaza dhe luftës së SBA-s dhe Izraelit kundër Iranit është senatori amerikan Lindsey Graham. Thuajse në gjitha paraqitjet e tij, ai ka thënë dhe vazhdon të thotë zëshëm se kjo është një luftë fetare kundër heretikëve, pra muslimanëve në Palestinë dhe Iran, sipas tij ekstremist. Madje në një rast ai akuzoi Iranin se po tenton ta shkatërrojë Islamin sunit të Arabisë Saudite. Kush është Lindsey Graham? Sipas gazetarit Ahmad Asmar, Lindsey Graham është një politikan luftë-nxitës, fjalët dhe votat e cilit i japin përparësi fitimeve të industrisë së luftës dhe ambicieve ekspansioniste të Izraelit mbi mirëqenien e popullit amerikan që financon gjithçka me taksat e tij. Gjurmët financiare që lidhin Grahamin me makinerinë e vdekjes janë të dokumentuara qartë që nga viti 2018 fushata e tij elektorale ka marrë të paktën $2.1 milion drejt për drejt nga korporatat e industrisë së mbrojtjes, si dhe milionat që rrjedhin nga lobet sioniste izraelite, veçanërisht nga AIPAC-u. Në qershor 2024, Graham kërkoi përshpejtimin e armëve amerikane në Izrael që të rrafshojnë Gazën me gjithë çfarë ka brenda. Në korridoret e errëta të pushtetit dhe politikës në Shtetet e Bashkuara, ku morali shpesh shkëmbehet për fitim dhe jetët njerëzore llogariten si rreshta të parëndësishëm në një bilanc financiar, pak figura mishërojnë përzierjen e tmerrshme të lakmisë dhe luftë-nxitjes si senatori Lindsey Graham, shkruan Ahmad Ansmar, gazetar dhe kandidat për doktoratur në marrëdhënie ndërkombëtare në Ankara Yıldırım Beyazıt University në Turqi. Republikani famkeq nga Karolina e Jugut është pozicionuar si një nga mbështetësit më të besueshëm në Senat për luftrat të pafundme, jo në shërbim të popullit amerikan, por në shërbim të dy zotërive, projektit kolonial izraelit dhe industrisë së përgjakshme të mbrojtjes që përfiton nga çdo konflikt që ndihmon të ndezë. Nuk nevojitet ndonjë operacion i thellë intelegjence për të ndjekur deklaratat e politikanëve amerikan që rrahin daullet e luftës, shpesh të mbështjella me retorik fetare, shkruan Asmar në analizën e tij. Llogaritja e tyre është brutalisht e thjeshtë, më shumë konflikte që do të thotë më shumë shitje armësh, dhe më shumë shitje armësh do thotë më shumë miliarda që rrjedhin në llogaritë e korporatave të mbrojtjes, të cilat nga ana e tyre sigurojnë që politikan si Graham të vazhdojnë të qëndrojnë rehat në Senatin Amerikan. Kjo marrëdhënie djallëzore midis tregtarëve të vdekjes dhe aleatëve të tyre në legjislativ, siç shkruan Asmar, ka ushqyer luftrat e udhëhequra nga SBA-ja gjatë 2 dekadave të fundit në Irak, Siri, Ukrainë dhe së fundmi në gjenocidin e Izraelit në Gaza dhe luftën e vazhdueshme SBA-Izrael kundër Iranit. Lindsey Graham përfaqëson tipin klasik të politikanit të kësaj aleance të pashenjtë, vazhdon Asmar, një politikan, fjalët dhe votat e cilit i japin përparësi fitimeve të industrisë së luftës dhe ambicieve ekspansioniste të një shteti të huaj, Izraelit, mbi mirëqenien e popullit amerikan që financon gjithçka me taksat e tij. Kjo nuk është një akuzë pa bazë. Gjurmët financiare që lidhin Grahamin me makinerinë e vdekjes janë të dokumentuara qartë që nga viti 2018, fushatat e tij elektorale kanë marrë të paktën $2.1 milion drejt për drejt nga korporatat e industrisë së mbrojtjes, kompani aksionet e cilave rriten sa herë që bie një bombë apo përshkallëzohet një konflikt. Kësaj shtohen edhe milionat që rrjedhin nga lobet sioniste izraelite, veçanërisht nga AIPAC. Këto fonde bëjnë që Graham të përfaqësojë jo popullin e Karolinës së Jugut, por një elitë lakmitare që përfiton nga vazhdimi i luftrave dhe konflikteve, veçanërisht në lindjen e mesme, ku çdo shpërthim përkthehet në fitim për aksionarët. Deklaratat e tij jo vetëm që mbështesin luftërat, por shpesh i paraqesin ato si një mundësi ekonomike, një sipërmarrje biznesi e mbështjellë me gjuhë patriotike. Kur agresioni SBA-Izrael kundër Iranit u intensifikua, shkruan Asmar, Graham foli hapur për ndryshimin e regjimit në Teheran, duke parashikuar shfaqjen e një lindjeje të mesme të re,
ku sipas fjalëve të tij, ne do të ecim shumë para. Gjatë sulmit izraelit në Gaza, ndërsa imazhet e fëmijëve palestinez të vrarë qarkullonin në gjithë botën, Graham tregoi qartë ku qëndronin besnikëritë e tij. Në qershor 2024, ai deklaroi se ngadalësimi i dërgimit të armëve për Izraelin vetëm e zgjat luftën, duke kërkuar që SBA të furnizojë Izraelin me çdo armë që i nevojitet për të vazhduar fushatën e shkatërrimit kundër një popullsie civile të pambrojtur. Jo larg Iranit dhe Gazës, retorika e tij luftënxitëse shfaqet edhe në kontekstin e konfliktit Ukrainë-Rusi. Në mars 2025, Graham kërkoi që SBA t'i dërgojë Ukrainës çdo armë të nevojshme për të vazhduar luftën kundër Rusisë, duke i paraqitur këto dërgesa si një nxitje të drejtë ekonomike për prodhimin amerikan dhe sinxhirin e furnizimit të industrisë së mbrojtjes. Ajo që përfaqëson Graham nuk është vetëm një pozicion politik, por një sistem, një cikël vetushqyes dhune dhe fitimi që mban SBA-n në konflikt të përhershëm. Korporatet e mbrojtjes financojnë politikanë si Graham. Këta politikanë autorizojnë luftra dhe shitje armësh. Luftrat krijojnë kërkesë për më shumë armë. Më shumë armë sjellin më shumë fitime për korporatat. Më shumë fitime sjellin më shumë donacione për politikanët. Rrethi mbyllet dhe vrasjet vazhdojnë. Për sa kohë politikanë si Lindsey Graham mbajnë pushtetin, kompleksi industrial i mbrojtjes do të vazhdojë të ushqehet me konflikt. Izraeli do të vazhdojë agjendën e tij ekspansioniste me armë dhe para amerikane. Në shërbimin e tij ndaj Izraelit dhe industrisë së mbrojtjes, në shpërfilljen e interesave amerikane dhe jetës njerëzore, Graham përfaqëson korrupsionin moral në zemër të politikës së jashtme amerikane. Dhe për sa kohë ai dhe të tjerë si ai mbajnë pushtetin, bota, sipas këtij këndvështrimi, mund të presë vetëm më shumë luftëra, më shumë vdekje dhe më shumë fitime për tregtarët e vdekjes, përfundon shkrimin e tij gazetari Ahmad Asmar. Sipas gazetarit britanik David Hirst, presidenti amerikan Donald Trump është shumë larg objektivave të dëshiruara në luftën e tij dhe të Netanyahu ndaj Iranit. Qëllimi ishte të vritej leadership iranian në krye me Ali Khamenei dhe sipas parashikimeve do të shembej gjithçka, ndërsa populli iranian do të vërshonte rrugët dhe të merrte pushtetin, duke i dhënë fund sundimit të mullahëve. Kjo nuk ndodhi. Suksesi parashikuar prej 6 ditëve nuk u arrit. Khamenei u zëvendësua nga djali i tij dhe Trumpi e Netanyahu nuk patën asnjë mundësi të ndikojnë në zgjedhjen e liderit të ri në Iran. Sipas gazetarit britanik, bombardimet amerikane duket se e kanë aktivizuar Iranin duke sjell efektin e kundërt, unifikimin e popullit rreth liderit të ri, Mojtaba Khamenei. Ai shton se gradualisht presioni nga trazirat në tregjet e naftës dhe financave shkaktuara nga mbyllja e ngushticës së Hormuzit dhe bombardimi i infrastrukturës së naftës në vendet e gjirit mund të detyrojë Trumpin të ndalojë ndërhyrjen më të keqe që SBA ka bërë në një histori të gjatë luftërash të dështuara. Në një rrjedhë marramendës e postimesh në rrjetet sociale, që nga sulmi i SBA-s ndaj Iranit, presidenti amerikan Donald Trump herë ka bërë thirrje për një kryengritje masive, herë ka kërkuar dorëzimin pa kushte të vendit, ka pretenduar se do të përfshihej drejt për drejt në zgjedhjen e liderit të ardhshëm të Iranit, ka sugjeruar se Irani po rrihet keq dhe ka premtuar se do të zgjerojë listën e objektivave. Por postimi i tij më domethënës e quajti vrasjen e ish udhëhecit suprem iranian Ali Khamenei, mundësinë vetme më të madhe që populli iranian të rimarrë vendin e tij. Kjo ishte një mundësi që populli iranian nuk e mori. Përkundrazi, mira njerëz dolën në rrugë për të vajtuar Khamenein, ndërkohë që bombardimet po vazhdonin. Për më tepër, vrasja e kreut të shtetit iranian, një ngjarje pothuajse unike në historinë moderne, mund të ketë bërë pikërisht të kundërtën e asaj që kishin synuar Trumpi dhe truri i operacionit, kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu, shkruan gazetari britanik David Hirst. Sipas tij, Irani i Khameneit nuk ishte as revolucionar dhe as i paparashikueshëm. Vdekja e tij mund ta ketë ndryshuar këtë. Largse e vrau frymën revolucionare të Republikës Islamike, mund ta ketë ringjatur atë. Brenda 10 ditësh, Irani ka mbyllur ngushticën e Hormuzit, ka ndaluar prodhimin e naftës dhe gazit për gjatë gjirit
dhe ka krijuar një krizë globale të naftës, disa herë më të madhe se kriza e vitit 1973. Humbja e naftës, 20 milion fuqi në ditë, është e barabartë me gjitha ndërprerjet e prodhimit të naftës nga viti 1978 deri në vitin 2022 të marra së bashku. Irani ka goditur rënd sistemin radar të paralajmërimit të hershëm prej 1.1 miliard dollarësh në Katar, i nevojshëm për funksionimin e çdo sistemi THAAD dhe baterie Patriot në rajon. E ka mbushur me dron qytetet Manama, Kuwait City, Dubai, Doha dhe Riyadh. Trafiku ajror drejt gjirit pothuajse është ndalur. 14 vende në rajon janë tërhequr në luftë, përfshirë Kipron, së bashku me 3 fuqi të tjera europiane, Norvegjia, Mbretëria e Bashkuar dhe Franca, bazat ajrore ose ambasadat e cilave janë sulmuar. Irani po përmbush premtimin e liderit të tij të kohës së luftës, Ali Larijani. Ne do t'u djegim zemrat. Do t'i bëjmë kriminalët sionistë dhe amerikanët e paturpshëm të pendohen për veprimet e tyre. Bombardimet amerikane duket se e kanë aktivizuar Iranin. Turma të mëdha dolën në rrugë dhe qëndruan deri pas mesnatë për të përshëndetur emrimin e djalit të Khameneit, Mojtaba Khamenei, si pasardhës. Mojtaba Khamenei është pikrisht njeriu që Trumpi u tha iranianëve të mos e zgjidhnin si lider, por duke zgjedhur atë, regjimi po i dërgon mesazh Trumpit se nuk mund ta friksojë Iranin siç është përpjekur të bëjë me pjesën tjetër të botës. Irani ka zëvendësuar një lider 86 vjeçar që thuajse kishte kancer, me djalin e tij 56 vjeçar, një principalist me lidhje të forta me Gardën Revolucionare. Gradualisht presioni nga trazirat në tregjet e naftës dhe financave mund ta detyrojë Trumpin të ndalojë ndërhyrjen më të keqe që SBA ka bërë në një histori të gjatë luftrash të dështuara, vlerëson Hearst. Nëse ai tërhiqet, trashëgimia e tij politike do të shkatërrohet dhe vizioni mesianik i Benjamin Netanyahut për një rajon të dominuar nga Izraeli do të ndalet. Për të fituar, Trumpi ka nevojë që Irani të shembet edhe atë të shembet shpejt, por nuk ka shenja që kjo po ndodh. Ndërkohë, kjo luftë mund të shkatërrojë vende, të djeg fusha nafte, të zhduk pasurinë e gjirit dhe të vrasë mijëra civil pafajshëm. Ky është çmimi që rajoni po paguan për egon e një njeriu, për vizionin mesianik të një tjetri dhe për pafuqinë e një Europe që vetëm shikon. Të frustruar dhe të penguar, Donald Trumpi dhe Benjamin Netanyahu janë aktualisht dy njerëzit më të rrezikshëm në këtë planet, shkruan më tej gazetari britanik David Hearst. Që nga përpilimi një dokumenti në vitin 1996, ku përfshiheshin figurat larta politike amerikane, rajoni i Lindës së Mesme është përfshirë në luftat njëpasnjëshme, të udhëhequra nga SBA-ja në interes të Izraelit. Dokumenti argumentonte se Izraeli duhet të braktiste diplomacinë dhe në vend të saj të ndiqte një strategji që do të dobësonte ose rrëzonte regjimet armiqësore në rajon, veçanërisht në Irak dhe Siri. Qëllimi nuk ishte vetëm fitoria ushtarake, por një ristrukturim gjeopolitik i Lindës Mesme në favor të Izraelit. Në dekadat pasuese, dukej se qëllimet e Izraelit po realizoheshin. Iraku pushtua nga SBA-ja, NATO sulmoi Libin dhe dobësoi skajshmërisht, Siria hyri në një luftë të tmerrshme civile. Vendet e gjirit po i nënshtroheshin Izraelit njëri pas tjetrit në ato që njihen si marrëveshjet abrahamike dhe për një moment dukej se transformimi gjeopolitik i parashikuar dekada më parë ishte realizuar. Por, sipas gazetarit Remzi Barut, historia rrallë ecën në vit të drejtë. Gjenocidi në Gaza dhe lufta kundër Iranit tashmë po sjell dobësimin e rolit strategjik të SBA-s, rënien e fuqisë frenuese të Izraelit dhe një lindje të mesme gjithnjë më të formuar nga aktor rajonal. Kur Donald Trumpi dhe Benjamin Netanyahu nisën agresionin e tyre ushtarak kundër Iranit më 28 shkurt, ata dukeshin të bindur se lufta do të ishte e shpejtë, vlerëson Remzi Barut, gazetar dhe autor. Netanyahu thuhet se kishte siguruar Washingtonin se fushata do të sillte një fitore strategjike vendimtare, një fitore e aftë për të riorganizuar lindjen e mesme dhe për të rikthyer fuqinë frenuese të dëmtuar të Izraelit. Për dekada me radhë, qarqe me ndikim brenda establishmentit strategjik të Izraelit nuk kanë kërkuar domosdoshmërisht stabilitet, por më tepër shkatrim krijues. Logjika është e thjeshtë: të shpërbën fuqitë rajonale armiqësore
dhe të lejohet që peizazhi politik të fragmentuara t'i zëvendësojnë ato. Kjo ide nuk u shfaq brenda natës. Ajo u artikulua më qartë në një dokument politik të vitit 1996 me titull A Clean Break, A New Strategy for Securing the Realm, përgatitur për kryeministin e atëhershëm izraelit Benjamin Netanyahu nga një grup strategësh neokonservator amerikan, përfshirë Richard Perle. Dokumenti argumentonte se Izraeli duhet të braktiste diplomacinë tokë për paqe dhe në vend të saj të ndiqte një strategji që do të dobësonte ose rrëzonte regjimet armiqësore në rajon, veçanërisht në Irak dhe Siri. Qëllimi nuk ishte vetëm fitoria ushtarake, por një ristrukturim gjeopolitik i lindjes së mesme në favor të Izraelit. Logjika është e thjeshtë, të shpërbëhen fuqitë rajonale armiqësore dhe të lejohet një peizazh politik të fragmentuar t'i zëvendësojë ato. Në shumë aspekte, dekadat pasuese dukej se vërtetonin këtë teori, të paktën nga këndvështrimi i Tel Avivit. Pushtimi i Irakut nga SHBA-ja në vitin 2003 u konsiderua gjithsesi si një katastrofë për Washingtonin. Qindra mijëra njerëz u vranë, trilona dollar u shpenzuan dhe Shtetet e Bashkuara u përfshin në një nga pushtimet më destabilizuese në historinë moderne. Megjithatë, lufta rrëzoi regjimin e Saddam Huseinit, shpërbeu partinë Baath dhe shkatroi atë që dikur ishte ushtria më e fortë arabe në rajon. Iraku, historikisht një nga shtetet e pakta arabe të afta për të përballur ushtarakisht me Izraelin, pushoi se ekzistuari si një fuqi koherente rajonale. Vitet e paqëndrueshmërisë që pasuan lanë Bagdadin me një sistem politik të brisht. Siria, një tjetër shqetësim qëndron në mendimin strategjik izraelit, më vonë u zhyt në luftë shkatruese që nga viti 2011. Libia gjithashtu ra pas ndërhyrjes së NATO-s në vitin 2011. Në gjithë rajonin, shtetet nacionaliste arabe, dikur të fuqishme, u fragmentuan në sisteme të dobësuara ose të përçara brenda vetes. Nga këndvështrimi i Izraelit, teoria e fragmentimit rajonal dukej se po jepte rezultate. Pa shtete të forta arabe që mund të projektonin fuqi ushtarake, disa qeveri të gjirit filluan të rishqyrtojnë refuzimin e tyre të gjatë për të normalizuar marrëdhëniet me Izraelin. Rezultati ishte marrëveshjet abrahamike, të nënshkruara në shtator 2020 nën administratën e Donald Trumpit, të cilat formalizuan normalizimin mes Izraelit dhe Emirateve të Bashkuara Arabe dhe Bahreinit, më pas të ndjekura nga Maroku dhe Sudani. Për një moment, dukej se transformimi gjeopolitik i parashikuar dekada më parë ishte realizuar. Por, historia rrallë ecën në vit të drejtë. Gjenocidi i Izraelit në Gaza nuk prodhoi fitoren strategjike që kishin parashikuar liderët e Izraelit. Përkundrazi, lufta ekspozoi dobësi të thella në pozicionin ushtarak dhe politik të Izraelit. Më e rëndësishmja, rezistenca palestineze tregoi se forca ushtarake dërmuese nuk mund të përkthehen në kontroll politik vendimtar, shkruan Barut. Pasojat u ndjen përtej Gazës. Lufta aktivizoi lëvizjet e rezistencës në gjithë rajonin, të thelloi darjet brenda shoqërive arabe dhe muslimane dhe ndezi një val të paprecedent solidariteti global me palestinezët. Imazhi ndërkombëtar i Izraelit pësoi dëme të mëdha. Për dekada, diskursi politik perëndimor e paraqiste Izraelin si një bastion demokratik të rrethuar nga forca armiqësore. Ky narrativ është zbehur ndjeshëm. Gjithnjë më shumë, Izraeli përshkruhet edhe nga organizata të mëdha ndërkombëtare si një shtet i përfshirë në shtypje sistematike dhe në rastin e Gazës në dhunë gjenocidale. Kostoja strategjike e këtij kolapsi reputacional nuk mund të nënvlerësohet. Fuqia ushtarake mbështetet jo vetëm te armët, por edhe te legitimiteti, dhe legitimiteti sapo humbet është i vështirë të rikthehet. Në këtë sfond, lufta kundër Iranit u shfaq si basti më i rëndësishëm i Benjamin Netanyahut. Nëse do të kishte sukses, ajo mund të rikthente dominimin rajonal të Izraelit dhe të rivendoste efektin e tij frenues. Por dështimi ka pasoja po aq të mëdha. Netanyahu, që përballet me një urdhër arresti nga gjykata ndërkombëtare penale në vitin 2024 për krime lufte në Gaza, e cila ka lidhur mbijetesën e tij politike me premtimin për fitore strategjike. Në intervista të shumta, ai ka paraqitur përballjen me Iranin në terma pothuajse biblik. Ajo që supozohej të ishte një fushatë e shpejtë, po ngjan gjithnjë më shumë si një konflikt i zgjatur.
Netanyahu kërkonte të dominonte lindjen e mesme. Washingtoni kërkonte të ruante dominimin global. Asnjë nga këto objektiva nuk duket i arritshëm, shkruan Barut. Në vend të kësaj, lufta mund të përshpejtojë ndryshimet që synonte të ndalte, dobësimin e rolit strategjik të SBA-s, rënien e fuqisë frenuese të Izraelit dhe një lindje të mesme gjithnjë më të formuar nga aktor rajonal. Donald Trumpi, pavarësisht retorikës së ashpër, shfaqet si një president i dobët, shkruan Barut. Ata nuk e kuptojnë sa shumë ka ndryshuar bota. Nuk e kuptojnë si e percepton sot lindja e mesme aventurizmin ushtarak amerikan. Dhe sigurisht, nuk e kuptojnë se edhe vetë Izraeli është bërë një markë në rënje, si politikisht, ashtu edhe moralisht. Sigurisht, Trumpi dhe administrata e tij do të vazhdojnë të kërkojnë çdo fitore për t'u ashqitur mbështetësve të tyre si triumfin më të madh në histori. Por shumica e amerikanëve dhe shumica dërmuese e njerëzve në botë nuk e besojnë më këtë, pjesërisht sepse kjo luftë kundër Iranit është imorale dhe pjesërisht sepse historia ka shumë pak durim për humbësit, përfundon analizën e tij gazetari Remzi Barut. Ishte kjo të ratë të ndruar shikues, faleminderit që na ndoqët dhe miru takofshim javën e ardhshme.